Njerëzit e fuqishëm të Zotit, parathënie, përshëndetje, a e njihni ju Zotin e vërtet që është një? Më lejoni të ju tregoj për disa njerëz që kanë njohur atë. Shikote fotografia në librin me ngjyrë të portokallt, derisa ju dëgjoni. Shikoni në fotografin tjetër me radhë kur e dëgjoni shenjën. Fotografia numër 1. 2 vëllezër. Në këtë fotografi, 2 vëllezër janë duke bërë marrëveshje për shitblerje. Njëri i quajtur Esau ishte një gjahtar i madh. Jakobi, vllau më i ri i tij, kishte përgatitur një supë të mirë, por ai nuk donte me dhanë Esaut me hangër as pak. Jakobi i tha Esaut: "Më shit më parë para birnin tënde." Ai i donte trashëgimin e familjes që shkon djalit më të madh. Esau nuk u kujdes për trashëgimin e tij. Ai mendoi vetëm për barkun e tij të zbrazët. Kështu që ai shiti para birnin për një shutje ushqim. Emri Jakob do me thanë mashtrues, dhe natyra e Jakobit ishte që të mashtronte të tjerët. Jakobi bile edhe mashtroi babain e tij. Fotografia numër 2. Ëndra e Jakobit. Esau e urrente Jakobin dhe donte me mbyt atë. Kështu që Jakobi ishte i detyruar të largohet nga shtëpia e tij. Shiko këtë fotografi. Jakobi pa një ëndër. Ai pa Zotin në qiell dhe engjëjt e Zotit duke zbritur në tokë. Zoti i tha Jakobit: "Tokën mbi të cilën je shtrirë do të jap ty dhe pasardhësve të tu. Tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje. Unë jam me ty kudo që të vesh, shkojsh." Zoti e dinte se Jakobi është një mashtrues, mirë po, ai e donte Jakobin dhe donte me ndryshu atë. Për këtë arsye, Zoti i dha këto premtime të mrekullueshme. Fotografia numër 3. Jakobi dhe Labano. Jakobi vazhdoi me mashtru të tjerët. Mirë po, ndonjëherë edhe të tjerët mashtruan atë, po ashtu. Jakobi shkoi me punu për dajën e tij Labano. Ai donte më u martu me vajzën më të re të Labanos, të quajtur Rakela. Ai punoi 7 vjet për Labanon si pagesë për nusëri për atë. Pastaj Labani mashtroi Jakobin duke i dhënë për grua vajzën më të vjetër më së pari atij. Labano i bëri që Jakobi të punon edhe 7 vite tjera për ta marrë Rakelën. Jakobi mashtroi Labanon, ai mori kafshët më të mira nga kopeja e Labanos. Një ditë Zoti i tha Jakobit: "Ktheu prapa te vendi i baballarëve tënd." Fotografia numër 4. Jakobi takon Zotin. Jakobi dëshironte mu kthye në shtëpi, por kishte frikë nga Esau. Ata që i mashtrojnë të tjerët shpesh jetojnë me frikë nga hakmarrja. Një natë gjatë rrugës për në shtëpi, erdhi një burr te Jakobi. Ai luftoi me Jakobin deri në agim. Sapo agoi, burri i preku zgavrën e ijës së Jakobit. Jakobi dinte se ky burr ishte nga Zoti. Jakobi nuk ishte më në gjendje të luftonte dhe tha: "Nuk do të lë të shkojsh në rast se nuk më bekon më parë." Kështu që burri i tha Jakobit: "Emri yt nuk do të jetë më Jakob,
por do të jetë Izrael. Emri Izrael do të thot princi i cili lufton me Zotin. Zoti kishte qëllim që Jakobin që ishte mashtrues ta dobësonte, kështu që mund të me ndryshu atë të jetë princ. Izraeli u kthye te familja e tij në paqe. Ai u bë babai i një kombi të madh që adhuronte Zotin. Miqt, ne të gjithë luftojmë kundër rrugëve të Zotit kur dëshirojmë me mashtru të tjerët. Mirë po, Zoti ka dërgu burin i cili mund me na ndryshu po ashtu. Ai është Zoti Jezus Krisht. Fotografia numër 5. Ëndra e Jozefit. Jakobi, të cilit Zoti i ndryshoi emrin në Izrael, kishte 12 djem. Djali i tij më i dashur ishte Jozefi. Jakobi i dha Jozefit një robe të mirë. Vëllezërit e Jozefit ishin xhelos ndaj tij. Një natë Jozefi e pa një ëndër. Pastaj ai tha vëllezërve: "Dëgjoni ëndrrën që pash." Ne të gjithë ishim në fush duke lidhur duaj. Duajt tuaja u mblodhën dhe u përkulën përpara duajve të mi. Vëllezërit ishin shumë të hidhruar. A tregonte kjo ëndër se vëllezërit më të moshuar do të përkulen vllaut më të ri? Ata e urenin Jozefin dhe qëshin mundësin me dëmtu atë. Fotografia numër 6. Jozefi ushit. Vëllezërit e Jozefit ishin duke kullotur kopen e tyre larg nga shtëpia. Jakobi i tha Jozefit: "Shko dhe shiko nëse vëllezërit e tu janë mirë dhe nëse kopeja shkon mirë." Kur vëllezërit panë se Jozefi po vjen, ata vendosën që ta vrasin. Ata i ahoqën rrobën e tij të bukur dhe të gjatë, i vendosën në një pus të shterur. Pastaj njeri prej tyre tha: "Çfarë dobie ne kemi nëse vrasim vëllaun ton? Le ta shesim atë si sklever." Pikrisht në atë kohë disa tregtar kaluan aty pari. Kështu që vëllezërit e shitën Jozefin për 20 monedha argjenti. Pastaj e lagën rrobën e Jozefit me gjak të qapit dhe pastaj i quan rrobën te babai i tyre. Jakobi mendoi se Jozefi ishte mbytur nga ndonjë kafsh i egër. Ai qajti për të me dhemshuri të madhe. Fotografia numër 7. Jozefi dhe gruaja e lik. Tregtarët e shitën Jozefin në vendin e Egjiptit. Ai u bë sklav i njeriu të quajtur Potifar. Zoti ishte me Jozefin dhe ai arriti të ketë sukses të madh në çdo gjë që ai bëri. Së shpejti ai u emërua si mbikëqyrës i shtëpisë së Potifarit. Jozefi ishte i bukur dhe i ri. Gruaja e Potifarit donte të bënte për veti atë. Ajo u mundua me detyru Jozefin të bjen në shtrat me atë. Jozefi e dinte se kjo është gabim dhe e refuzoi atë. Ai vrapoi jashtë shtëpisë, mirë po gruaja e Potifarit e rëmbë rrobën e tij. Ajo e mori teshën e Jozefit dhe i atregoi burrit të saj dhe ajo akuzoi Jozefin për tentim të dhunimit ndaj saj. Potifari e shtini Jozefin në burg. Fotografia numër 8. Jozefi në burg. Zoti ishte po ashtu me Jozefin në burg. Së shpejti, Jozefi u emrua si mbikëqyrës i të burgosurve. Krye kupmbajtësi
dhe krye bukpjeksi, po ashtu ishin vendosur në burg aty. Një natë, ata të dy pan nga një ëndër. Jozefi i tha atyre: interpretimet a nuk i përkasin vallë Perëndis? Më tregoni ëndrat, ju lutem. Kështu pra shëptori ja tregoi ëndrën Jozefit. Në ëndrën time ishte një harlli me 3 deg. Mora rushin, e shtrylla në kupën e faraonit dhe e vura kupën në dorë të faraonit. Jozefi i tha: ky është interpretimi i ëndrës. Në krye të 3 ditëve, faraoni do të lëshon ty prej burgut dhe do të kthen ty në vendin tënd të punës. Bukpjeksi po ashtu i tregoi Jozefit ëndrën e tij, mirëpo ëndra e tij ishte që pas 3 ditëve ai do të vdiste. Shëptori u lëshua prej burgut, mirëpo u mbyt pikrisht ashtu siç kishte thënë Zoti. Jozefi ngeli në burg edhe për 2 vite të tjera. Fotografia numër 9. Ëndra e mbretit. Pastaj mbreti i Egjiptit kishte pa një ëndër. Ai i pa 7 lopë të majme të bukura pranë lumit. 7 lopë të dopta dhe të shëmtuara dolën prej lumit dhe hangrën të 7 lopë të trasha. Askush nuk ishte në gjendje me tregu domethënien e ëndrës. Pastaj shëptori i mbretit i tregoi mbretit për Jozefin. Mbreti i nxori Jozefin prej burgut dhe Jozefi tregoi domethënien e ëndrës. Ai i tha: Zoti ka treguar juve se çka do të bën. Do të jenë 7 vite me korje të mira në Egjipt. Pas kësaj do të jetë 7 vite zi buke. Mbreti e pa se shpirti i Zotit ishte me Jozefin, dhe kështu ai e bëri Jozefin udhëheqës të tërë Egjiptit menjëherë pas faraonit. Fotografia numër 10. Jozefi qeveris në Egjipt. Gjatë 7 viteve me korje të begatshme, Jozefi grumbulloi shumë grur për mbretin. Kur 7 vite të zisë së bukës erdhën, ai i shiti krejt grurin popullit. Në vendin e Kananëve po ashtu ishte zia e bukës. 10 vëllezrit më të moshuar të Jozefit erdhën të blejnë grur në Egjipt. Ata nuk kanë ditur se qeveritari ishte Jozefi, mirëpo ai i njoftoi ata. Ai i akuzoi ata se janë spion dhe i futi në burg për 3 ditë. Pastaj ai i tha atyre: për me vërtetu se jeni njerëz të drejtë, ju duhet patjetër të sjellni vllahun tuaj të vogël tek unë. Ai i mbajti njerin prej vëllezërve në burg dhe i lëshoi të tjerët të çojnë grur familjeve të tyre. Fotografia numër 11. Jozefi zbulon vetveten vëllezërve të tij. Vëllezërit e Jozefit ishin të friksuar, mu kthye në Egjipt. Mirëpo ata kishin nevojë për grur. Kështu që ata e morën vllahun e tyre të vogël Benjaminin dhe shkuan te Jozefi. Jozefi ende nuk i tregoi se kush ishte ai. Ai i dha grur, mirëpo i vendosi edhe sende me vlerë në thas të tyre. Pastaj ai i dërgoi shëptorët e tij që të akuzojnë për vjedhje të sendeve me vlerë. Vëllezërit të gjithë u përkulën para Jozefit për të kërkuar mëshirë. Në mënyrë të njëjtë ashtu si duajt ishin përkulur në ëndrrën e Jozefit. Jozefi nuk mundi me mbajt më fshehtësinë. Ai i përqafoi Benjaminin dhe qajti duke thënë atyre: unë jam vllau juaj Jozefi, të cilin ju i shitët. Vëllezërit u kthyen në shtëpi
dhe i treguan babait të tyre. Jozefi është ende i gjallë, ai është udhëheqës i Egjiptit. Fotografia numër 12, Jakobi dhe Jozefi në Egjipt. Jakobi plak i mori të gjithë familjen e tij dhe të gjithë pasurinë që ka patur dhe shkoi të jeton në Egjipt. Sa i gëzuar që ishte me pa Jozefin përsëri. Ai i vendosi duart e tij te koka e fëmijëve të Jozefit dhe i bekoi ata, kështu që ata u bën udhëhecit e mëdhenj në kuadër të fiseve të Izraelit. Jakobi vdiq në Egjipt shumë i moshuar, pastaj vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar për shkak të keqes që kishin bërë atij. Mirpo, Jozefi i tha atyre: "Mos u tremni, ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbej së mirës, me qëllim që ta mban gjallë një popull të shumt. Miqt, është një në qiell që është më i madh se Jozefi. Emri i tij është Zoti Jezus Krisht. Njerëzit të ligj e mbytën atë, mirëpo Perëndia e shndroi këtë vepër të keqe për të mirën tonë. Jezusi u ringjall prej së vdekurish. Tani Zoti mund të na falë të gjitha mëkatet tona, duke përfshirë edhe të këqijat që i bëjmë të tjerëve. Ai mund të na shpëton neve nga dënimi me vdekje të përjetshme." Fotografia numër 13, Mojsiu Foshnjë. Mojsiu ishte një hebre. Ai u lind në Egjipt 300 vite pas Jozefit. Mbreti i Egjiptit trajtonte hebrejt në mënyrë të keqe. Ai i detyronte ata të punonin si sklever dhe ai udhëroi lehonët gratë që lindin të vrasin foshnjët e tyre mashkull. Kur Mojsiu u lind, nëna e tij e fshehu atë. Ajo e vendosi atë në një shport dhe e la në kallamishtën në bregun e lumit. Motra e tij, Miriam, qëndroi afër që të shikonte. Vajza e mbretit erdhi për të u larë në lum. Ajo e gjeti shportën dhe foshnjën, Mojsi. Ajo vendosi që ta mban atë për veti. Mojsiu u rit në pallatin e mbretit dhe mësoi rrugët e egjiptasve. Fotografia numër 14, Mojsiu dhe ferishtja që flakëron. Një ditë Mojsiu e pa një egjiptas duke rrahur një hebre skllav. Ai donte ta ndihmonte popullin e tij, për këtë arsye e vrau egjiptasin. Pastaj Mojsiu ishte i detyruar të ikte nga mbreti. Për 40 vite ai jetoi në shkretë të tjerë në një vend të quajtur Sinai. Pastaj ai një ditë pa një pamje të çuditshme. Ai e pa një ferishte që digjej me zjarr, mirëpo ajo nuk konsumohej. Zoti i foli Mojsiut nga ferishta që digjej duke thënë: "Unë pash se sa keq po trajtohet populli im. Unë po të dërgoj te mbreti i Egjiptit, kështu ti do të jesh në gjendje me udhëheq popullin tim jashtë shtetit." Fotografia numër 15, Mojsiu kthehet te mbreti. Mojsiu ishte i friksuar, mirëpo ai besoi Zotit dhe u kthye në Egjipt. Vëllau i tij, Aroni, shkoi së bashku me të. Ata i thanë mbretit: "Perëndia, Zoti i Izraelit, thot: lëshoje popullin tim të shkoj." Mirëpo mbreti tha: "Unë nuk i njohi Zotin dhe unë nuk do ta lëshoj Izraelin të shkon." Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Thuaj Aronit ta merr bastunin dhe le ta gjun atë përpara këmbëve të mbretit."
dhe ai do të shndrohet në gjarpër. Aroni u bind dhe mbreti e pa fuqinë e Zotit. Mirëpo ai nuk lejoi popullin të largohet. Kështu që Zoti bëri shumë mrekullira përpara egjiptasëve. Ai e shndroi tër ujin në gjak, kështu që njerëzit nuk kishin çka të pinë. Ai i pruni bretkosat që mbuluan vendin e Egjiptit. Po ashtu miza, karkaleca dhe breshër. Kafshët u shkatruan dhe egjiptasit u smurën. Mirëpo ende breti nuk lejonte që Izraeli të shkonte. Fotografia numër 16, qengji i flijuar. Zoti i foli Mojsiut përsëri duke thënë: thuaj popullit të Izraelit se çdo familje dua ta merr nga një qengj dhe ta pren atë. Ata dua ta marrin gjakun e qengjit të therrur dhe ta lyejnë shtyllat e dyerve të tyre. Unë do të kaloj mbi vendin e Egjiptit. Unë do të mbysi çdo mashkull të paralindur. Kur unë do të shohi gjakun të dera juaj, unë do të anashkaloj shtëpin juaj dhe nuk do të bëj dëm. Zoti bëri pikrisht ashtu siç kishte thënë. Çdo djalë i paralindur i egjiptasëve vdiq atë natë. Pastaj mbreti i thirri Mojsiun dhe tha: qohuni dhe largohuni nga mesi i popullit tim. Ju dhe bijtë e Izraelit shkoni të shërbeni Zotit juaj. Fotografia numër 17, përmes detit. Mojsiu i udhëhoqi popullin e Izraelit jashtë Egjiptit. Zoti eci para tyre si kolon rresh dhe zjarri. Mirëpo egjiptasit u zemruan sepse e humbën sklavrit e tyre. Mbreti dhe tër ushtria e tij ndjekën Izraelin për ta kthyer mbrapa. Izraelitët erdhën para një deti të madh që nuk mundeshin me kalu. Egjiptasit ishin prapa shpinës së tyre. Izraeli nuk mujke me ikë. Mojsiu i tha atyre: mos kini frikë, do të shihni se çka do të bëj Zoti për të shpëtuar juve. Pastaj Zoti ja hapi një rrugë përmes detit. Izraelitët kaluan përmes detit në tokë të thatë. Egjiptasit u përpoqën me ndjek ata. Mirëpo, uji erdhi prapa dhe i mbuloi ata. Të gjithë egjiptasit u mbytun dhe Izraeli u shpëtua. Fotografia numër 18, ushqim dhe ujë në shkretëtir. Mojsiu udhëheqi popullin nëpër shkretëtir. Ata nuk kishin ushqim të mjaftuar për të ngrënë, kështu që Zoti ju dërgoi ushqim. Çdo mëngjes petlla të vogla si buk u paraqiteshin në tokë. Populli këtë e quajti mana. Çdo mbrëmje Zoti e dërgonte tuftë të vegjël zoq të quajtur shkurta, popullit për të ngrënë. Kur atje nuk ishte ujë, Zoti i tha Mojsiut: merre bastunin, shkopin tënd dhe rrahe shkëmbin, dhe uji do të buron dhe populli do të pijë. Për 40 vite Zoti u kujdes për popullin e Izraelit në shkretëtir. Mojsiu në malin e Zotit. Populli i Izraelit erdhën te mali i Sinait. Zoti zbriti te mali me bubullim dhe vetëtim, me rre të dendur dhe me zjarr. Ai foli këtë fjalë Mojsiut: unë jam Zoti, Perëndia yt. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të përkulesh para asnjë skulpture dhe shëmbulltyre dhe nuk do të adhurojsh ato. Nuk do të përdorish emrin e Zotit, të Perëndisë tënd kot. Mbaje mend ditën e 7
për të shenjtëruar. Do të nderosh atin dhe nënën tënde. Nuk do të vrasësh, nuk do të shkelësh besnikrin bashkëshortore, nuk do të vjedhësh, nuk do të bësh dëshmi të rreme ndaj askujt, nuk do të dëshirojsh pronën dhe pasurinë e tjetër kujt. Pastaj Zoti shkruajti këto ligje në pllakat e gurit dhe Mojsiu i pruni ato poshtë malit të gjithë popullit. Fotografia numër 20, gjapri mbi shtis. Populli u ankua për ushqimin që Zoti ishte duke furnizuar për ata. Zoti i dënoi ata duke dërguar gjarpri flakrues midis tyre. Shumë veta nga populli vdiq nga kafshimet e gjarprinjve. Populli shkoi te Mojsiu për ndihmë dhe Mojsiu u lut për ta. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: bëj një gjarpër dhe vëre mbi një shtis. Çdo njeri që kafshohet mund ta shikon atë dhe do të jeton. Kështu pra Mojsiu bëri një gjarpër prej bronzi dhe ata atë që shikuan atë u shpëtuan. Mojsiu ishte profeti më i madh i Zotit që Izraeli ka patur ndonjëherë. Për 40 vite ai udhëheqi popullin në përshkret të tjerë. Para se Mojsiu të vdiste, Zoti i tha atij: unë do të dërgoj një profet nga gjiri i Izraelitëve. Ai do të tregon popullit çdo gjë që unë do të udhëroj. Fotografia numër 21. Jezusi ushqen njerëzit. Për shumë vite, populli i Izraelit këshyrte për profetin tjetër në ngjashmëri me Mojsiun. Dhe më në fund, Jezus Krishti u lind në vendin e Izraelit. Ai i mësoi njerëzit për Zotin, ashtu siç Mojsiu i kishte bërë. Njerëzit shkoheshin në vende të hapura, në fusha dhe kodrina për të dëgjuar atë. Ata u untuan, por nuk kishin ushqim me veti. Një djalosh i ri kishte 5 bukë, elbi dhe 2 peshq. Jezusi mori bukët dhe peshqit dhe falenderoi Perëndin. Pastaj ai i ushqeu të gjithë njerëzit me atë ushqim. Aty ishin mbi 5.000 veta. Njerëzit thanë: me të vërtet, ky është profeti. Jezusi u tha atyre: unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kur uri, dhe kush beson në mua nuk do të ketë më kur etje. Fotografia numër 22. Jezusi bisedon me Mojsiun. Mojsiu dhe Elia ishin që të dytë profet të Zotit. Ata jetuan shumë vite para se Jezusi të vinte në tokë. Megjithatë, ata u paraqiten me Jezusin në maj të një mali, që të tretë shëndritën shumë kthjellët si vetëtim. Jezusi dinte se duhet të vdes, dhe ai bisedoi me Mojsiun dhe Elin për vdekjen e tij. 3 miqt e Jezusit dëgjuan ata që bisedojshin së bashku. Pastaj erdhi një re dhe i mbuloi të gjithë ata. Dhe zëri i Zotit dilte nga reja duke thënë: ky është biri im i dashur, dëgjojeni. Kur zëri pushoi të fliste, miqpan vetëm Jezusin. Fotografia numër 22. Jezusi bisedon me Mojsiun. Mojsiu dhe Elia ishin që të dytë profet të Zotit. Ata jetuan shumë vite para se Jezusi të vinte në tokë. Megjithatë, ata u paraqiten me Jezusin në maj të një mali, që të tretë shëndritën shumë kthjellët si vetëtim. Jezusi dinte se duhet të vdes, dhe ai bisedoi me Mojsiun dhe Elin për vdekjen e tij.
tre miqt e Jezusit dëgjuan ata që bisedojshin së bashku. Pastaj erdhi një re dhe i mbuloi të gjithë ata. Dhe zëri i Zotit dilte nga reja duke thënë: "Ky është biri im i dashur, dëgjojeni." Kur zëri pushoi të fliste, miq pan vetëm Jezusin. Fotografia numër 23. Jezusi vdiq për neve. Populli i Izraelit refuzoi, nuk pranoi Jezusin dhe i mbyti atë. Ushtarët e gozhduan atë te kryqi i drurit. Ata po ashtu i mbytën dy njerëz tjerë së bashku me atë. Ata ishin hajna dhe vrastar, por Jezusi kur nuk kishte thyer ligjet e Zotit. Mirpo ti dhe unë kemi thyer ligjet e Zotit. Ne e meritojmë dënimin e Zotit me vdekje të përjetshëm. Mirpo Zoti e don të gjithë njerëzit. Ai nuk dëshiron që ne të vdesim përgjithmonë. Kështu që ai dërgoi birin e tij që ta merr përsipër dënimet tona. Në kohën e Mojsiut, gjaku i qengjit të flijuar shpëtonte familjet hebreje. Jezusi, qengji i Zotit, vdiq si flijim për neve. Gjaku i tij është pagesë për mëkatin ton. Çdo kush që kqyr tek Jezusi do të shpëtohet. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin prej bronzit në shkretëtir, kështu duhet të ngrihet lart biri i njeriut, Jezusi, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Fotografia numër 24. Jezusi në qiell. Trupi i vdekur i Jezusit ishte vendosur në varr. Mirpo në ditën e tretë, Jezusi dul prej varrit gjallë përsëri. Shumë njerëz folën me atë. 40 ditë më vonë ata e pan atë duke u ngritur në qiell. Pikërisht ashtu siç po shihni në këtë fotografi. Jezusi ende është gjallë sot. Mojsiu ishte udhëheci i madh dhe profeti i Zotit. Mirpo Jezusi është biri i Perëndis. Ai është shumë më i madh se Mojsiu. Mojsiu udhëheqi Izraelin nëpërmes detit dhe ata u shpëtuan. Mirpo Jezusi erdhi me shpëtu të gjithë njerëzit që e ndjekin atë. Një ditë Jezusi do të kthehet. Pikërisht ashtu siç ai u ngrit në qiell. Ai do të merr të gjithë ata që e besojnë në atë, që të jenë së bashku me atë në qiell. Të dashur miq, a jeni ju të përgatitur me shku me Jezusin? Ai mund të vjen sot. Beso në Zotin Jezus Krisht dhe ti do të shpëtohesh.